Të dashur aktivist, antar dhe simpatizant të koalicionit të ndryshimit Vlen, përfaqësues të lëvizjes vetëvendosja, të nderuar udhëheqës të koalicionit Motra dhe Vlezër. Sonte jemi mbledhur, jo thjesht për një konvent partijake, po për një betejë morale, për një kushtrim politik dhe për një mision kombëtar. Ekziston një rregull bazë në politikë. Ekziston një rregull bazë në politikë. Mos përdor friksimin, mos përdor gjuhën e urrëties, mos përçaj, sepse politika nuk është luftë për pushtet personal, por është shërbim ndaj qytetarëve, është përgjegjësi ndaj brezave. Prandaj, ndaj atyre që sot e kanë mbushur fushatën me frikë, përçarje dhe me arrogancë, kam vetëm një mesazh. Mos përdor friksimin, sepse shqiptari nuk tutet. Mos përdor gjuhën e urrëties, sepse shqiptari nuk urren. Mos përçaj, sepse shqiptari nuk e përçon dot sado që të përpiqesh. Gjatë këtyre ditëve kam marrë mesazhe nga çdo cep i vendit, por edhe nga diaspora jonë krenare. Dhe të gjithë këto mesazhe bartin një ndjenjë të përbashkët, zhgënjimin nga ata që një vit më parë na kërcënonin se me uragan do na rafshonin me tokë, që shëtisnin me valigje në përçajir si patron, që e quajtin çajirin Kandahar. Sot, me të njëjtën arrogancë, guxojnë t'i quajnë shqiptarët zagar. Po unë doa t'ju them, nuk ua kthejmë prej burnis, e jo prej tutës, sepse shkupjani nuk tutet, kur e lyp nevoja. Kur e lyp nevoja, e lën qeverin, e del në Mejdan. Prandaj po ju them, jo, ne nuk jemi zagar, ne jemi shqiptar. Jo, ne nuk jemi as hizmeçar, as gënjeshtar. Ne jemi njerëz me dinjitet. Jo, ne nuk jemi tradhtar. Nuk e mbështetim Open Ballkanin. Nuk e njohim Daka Davidovicin. Nuk i kemi shit aksione bankës sërbe. Nuk i kemi sjell kazinot sërbo-ruse në mesin e shqiptarëve. Nuk i kemi legalizuar kredite shpejta të Milan Radojčićit, të Mitrovicës së Veriut. Jo, ne nuk jemi vazal. Ne nuk vrapojmë të dhoma 161 për të lutur të jemi në qeveri, pas një kusht dhe pas një kërkes. Jo, ne nuk shkojmë në Budapest për të negocuar me Nikola Gruevskin. Ne nuk kemi asnjë borx ndaj Sasho Mjalkovit. Ne për një vit kemi sjell ligjin për përfaqësim adekuat, kemi sjell ligjin për medresen Isabeu, kemi sjell ligjin për mbylljen e kazinove, kemi punësuar me mira shqiptar, kemi fuqizuar si asnjëherë më parë shtyllën e marrëveshjes së Ohrit, decentralizimin. Prandaj po punohet cep më cep të vendbanimeve shqiptare. Ne i duam komunat, ne i përkrajmë komunat, ne i meritojmë komunat, prandaj bashkë do t'i fitojmë komunat. Ata që ishin shërbetorët më besnik të pushtetit, her me vëmëron e Gruevskit, her me LSDM-n, ata që legalizuan krimin, ata që fituan vendin në listat e zeza të SBA-ve, janë sot ata që të guxojnë të na flasin për patriotizëm. Ata pranuan moratorium për çështjen shqiptare. Ata ndryshuan kodin penal për të hapur rrugë kthimit të Gruevskit. Ata shfrytzuan pushtetin për të pastruar paratë e Mjalkovit. Ata ndërhyjnë me 2 kom në gjyqësor për të shpëtuar Gruevskin, derisa shqiptarëve u montoheshin raste. Ata pranuan të mos përmendin UÇK-n sepse u ndaloi padroni. Dhe sot, pikërisht ata kanë ftyrë të flasin për Shqiponja e për Zagar. Marrë u qoftë. Të dashura Motra e Vlezër, unë nuk do ofendoj askënd, por kam të drejtë të bëj pyetje. A ishte ky çmimi që shqiptarët duhet të paguonin që ju ta bleni Soravin? A ishte ky çmimi që shqiptarët duhet të paguonin që ju të bëni bashkëpronar në biznesin e kazinove të nën tokës sërbe? A ishte ky çmimi që shqiptarët duhet të paguonin që ju të bëheni aksionar në bankën sërbe? Shqiptarët kanë pasur lloj-lloj liderësh, por liderë që tregtojnë me kauzën kombëtare për interese të Serbisë, kjo nuk mban mend. Ju nuk ishi në krah të popullit.
ju ishin në kulturët qeveritare, duke bërë pazare dhe pasurit të palishme. Ne, koalicioni vlen, që flet me një zë, jemi ndryshe. Ne nuk do të rrim kurrë në qeveri e cila vret shqiptarët. Nuk do të amnistojmë as njëherë Nikola Gruevsin, as Sasha Mjalkovin. Ne nuk do të bëjmë as njëherë pazare me çështjen shqiptare dhe të drejtat e shqiptarëve. Për këtë rini rahat se nuk ka për të ndodhur kurrë. Të dashur qytetar, kë kemi përballë në këto zgjedhje? Përballë kemi një model hibrid, parapolitik, një përzierje të çuditshme mes politikanëve me afat të skaduar dhe disa tjerë që kërkojnë vend në diskursin politik. Është një gëshetim jo parimor interesash të mbështjellë pa shkurtesës më të re, AKI, Aleanca e Korrupsionit për Integrim. Jo rastësisht, për një vit e pak muaj, ata e ndryshuan emrin dhe përbërjen disa herë, vetëm për të fshehur një të vërtet të hitur. Se pas gjithë asaj aleance fshihet friga nga emri BDI, dikur simbol krenarie, sot ky emër është shndruar në simbol të korrupsionit endemik, Soravia, Lotaria, Asenjak. Këto janë arsyet e vërteta prapa koalicionit Aleanca e Korrupsionit për Integrim. Dhe prandaj, ne do të fitojmë në këto zgjedhje dhe do të demaskojmë aferat e tyre. Brenda strukturës AKI, protagonistët nuk flasin as mes vete, por qëndrojnë aty të kapur, me hesapat e tyre të papastërta dhe me hipotekat të pashlyera ndaj liderit suprem. Prandaj ne do i mundim fort në zgjedhje. Lideri suprem i AKI-t jeton në iluzion, i duket vetja i përjetshëm në front, ai flet të sillet si sundimtar, duke lavdëruar bashkëpunëtorët në publik dhe duke u ngritur kurthe pas shpine. Një model i dështuar që nuk ka as vizion, as drejtësi, as moral politik, vetëm interesat të ngushta personale, të cilat i kanë mbajtur peng shpresat e shqiptarëve për kaq shumë vite. Prandaj, në këto zgjedhje, ne do t'i fitojmë, jo do t'i fitojmë, do t'i deklasojmë. Të nderuar të pranishëm, vërtet të zgjedhje nuk janë zgjedhje të zakonshme, sepse këtë nuk votojmë vetëm për një kandidat, po për të ndarë një herë mirë politikën e moralit nga politikat e pazareve. Votojmë për t'i dërguar në pension shokët e Artan Grupit. Votojmë për t'i demaskuar një herë mirë ideologët e valizheve, kazino politikën dhe Soravia patriotët. Dhe në fund, dy fjalë për doktorin e TikTokut, Bujar Osmanin. Nuk e fiton respektin dhe përkrajen e Çairit duke qëndruar më afër Zajazit dhe më spaku në Çair, duke kërcyer nga çarshia e Shkupit në Beograd, nga lidhjet live në Facebook të darkat e fshehta në Budapest, sepse Çairi nuk është trampolin për politikan kamikaz. Çairi nuk don arrogancë edhe dënon prepotencën. Çairi nuk është pistë për eksperimente politike. Çairi është burni, Çairi është nder, Çairi është krenari. Një emër të dinjitetit ton kombëtar, në emër të së ardhmes sonë europiane, në emër të drejtësisë dhe barazisë, të ngrihemi të gjithë, më 19 tetor, të fitojmë. Rruga jonë është vlen dhe vlen për çdo shqiptar. Zoti e bekov popullin shqiptar, Zoti e bekov Çairin ton krenar. Fitore!